si u kam. Kërë si qeni duke e pa, tu e kam heq kosherin ekzistuese dhe po i ndaj 2 blet me një vend. Kam vendos njërën këtej, janë këto mini nukleuse. Edhe po e ndaj në këtë mënyrë, që bletët ndajnë paka shumë në mënyrë barabarta, do të vinë tani do fluturojnë, do ndajnë disa këtu. Staj ku ta kontrolloj pas disa ditë që e shoh e cila ka më shumë, unë kja spostoj pak edhe blet tjera të futen të kjo. Ja, si që shihet blet po vinë, edhe po ndajnë, disa po futen me këtej, disa më këtej. Mjafton që hyrja tjetë paka shumë me tjetën në gjyrë. Sa i kam lënë që të bëj e qibuk. Ja marrim një 2 qibuk, ja japim kolonis tjetër në gjithë, se vetëm me një kornizë dhe kam lënë që të bëj e qibuk. Po i kam bëllë disa ndarje tjera që i kam lënë kënë të pasu. Po këtë që po e bëj këtu në vend, duke i nda kështu në këtë mënyrë, thash t'ua tregoj. Këtu i ka bërë një 2 qibuk, njëri mbi tjetrin. Kur që vetëm 2 do i lejmë kësaj. Duhet me janë gjithë mirë, që mos të binë në poshtë. Ja, si që shihet ja vend qibuk të mes. Është e rëndësishme të janë gjesësh mirë, se po si janë gjitë e mirë aty, po pa i dëmtu qibuk. Dhe japim edhe një kornizë tjetër, blet kanë sa dush. Tre korniza njëra, 3 korniza tjetër. Dhe kjo është plot me blet. Njëra i bjetën marë pak më shumë. Kjo ka pak më shumë mizë, kjo ka pak më pak. Ja shkundin edhe këto bletë, sa ja japim kësaj. Shihet këtu te kosherja, ka plot bletë, ja japim kësaj. Që ka më pak. Që i kemi bërë një ndarje paka shumë të barabartë. Se di sa shihet, po bletët po vinë edhe këtu edhe këtu. Po ndajnë vetë edhe ndajnë më së miri.
Kështu për momentin unë I lej kështu në gjithë 1-2 ditë, derisa të normalizohen, se cilat ndahet disa futen këtu, disa futen aty. Pastaj vazhdoj dhe I spostoj, largoj pak nga njëra tjetra dhe janë rregull. Besoj se shifet qartë. Ja blet po vinë, po fluturojnë, disa po vinë këtu, disa po ndaloj njërë këtu. Këtu janë akoma disa blet. Kosherja ka pak nevojë për pastrim, për disinfektim, edhe për t'ja dhuru më vonë, moment që arrin më shumë se 6 rrugë miz, moment që frekondohen mbretëreshat me sukses, t'ja dhurojmë përsëri kosherjen. Kështu që nëse keni në kleusat vegjël, unë këta I kam ndërtu vetë gjithë, I dini që ndihni vazhdimisht, se va kam thënë shpesh herë. I ndërtoj vetë dhe ja I ndaj me një vend. Një kosherë e bëjmë 2 pjesë. E mund ta bëjmë edhe në 3 pjesë. Varet sa e madhe është. Po kësaj ja kam marrë një 2 ndarje, I bëra edhe 2 sot, po I lejt njëtin vend. Që disa blet po ndalojnë këtu poshtë dhe do ngrihen dhe do futen brenda. Këtyre po ju vej një mbulesë të përbashkët për momentin. Pastaj mund t'i ndajnë. Se disa mund t'i dalloni, blet po ndajnë normalisht edhe këte edhe andej. Edhe këtu edhe aty. Njëtën që do bëj edhe te kjo tjetra në gjitë këtu. Jo tani. Shohim që se keni në koment. Se I kam zënë derën dhe bletës tjetër. Shife, vinë bletët, po fluturojnë, disa po hynë më andej, disa po hynë më tej. Disa janë ullë aty në tokë, edhe ato që do bëjnë, do rrinë pak aty, pastaj do ngrenë edhe do futen në kosheret, tek njëra nga kosheret. Do ngjiten. Kështu që e keni një mënyrë shumë thjeshtë për ta ndarë një blet në 2 pjesë ose në 3 pjesë. Qëse është më e madhe se kjo, ose varet se sa të madhe do më e bë ti, se nëse I bën edhe shumë vogla, mos prisni që të zhvillohet shumë shpejt. Shife kanë ardhe me polen disa, edhe disa tjera po ikin andej me polen. Kështu që nëse keni ndonjë pyetje më bëni. Siç e patun I ndava pak a shumë mënyrë të barabartë, po tek ajo andej kanë hyp pak më shumë mizë në korniza, po tani bletët që po vinë nga jashtë po futen edhe këtej më shumë, kështu që do ta balancohen. E shikon, po fluturojnë njëri këtu dhe po ikin prap disa andej. Disa tjera janë ullë aty poshtë, se nuk është fiks kosherja me atë që ishte.
e se shihet. Me që se pyetje s'pas keni, këte mund ta mbaj pastaj këtë videon, edhe t'ua hedh në YouTube që ta shikoni si mi bën një ndarje brenda parkut në njëjtin vend, një bletë ndan dy pjesë. Normal që do ndaj dha tjetrën, se është një kaçe, pastaj tjerat i kam gjitha dy kaçra në krahun tjetër. Kjo këtu është ajo bleta që më patrojit. E mani mend bletën që më patrojit. Kjo është. Kjo mbretëresha është ka një të 4 vjeçare që rojiti, edhe prapë është goxha e fortë, nuk di me undalë. Po akacia tani ja kishte nisë në Kosovë, se këtu të ne ka maru akacia dhe portokallet mbarun. Ja, kanë hik lulet. Mbretëresh nuk ka këtu, mbretëreshën e kam largu, e kam dërgu me një vend tjetër, me një pjesë vogël të kolonisë. Tu nuk ka mbretëresh, janë pa mbretëresh, janë me çibuk. Nëse e pe video nga fillimi, duket se nuk e pe nga fillimi, se ti tani u fute. Po janë me çibuk, këto i kam bo me çibuk. E kam lënë që e kam heqë mbretëreshën, i lash që të bëjnë çibuk, edhe i preva 2 çibuk dhe i vendosa tek njëra koloni, tek tjetra ja është çibuk që i kishte të gatshëm. Mbretëreshën e kam largu. Po i mora nga... Nuk mora dhajt shumë, me thënë drejtën, se na e prishi pak ky shiu qëra, e hangrën blet, nuk e patën vullos mirë, po morëm ca. Deri në qa muj, po këtu tek unë prill, maj, këto 2 muj rojisin. Në që se u andalon rojitjen, ndalon, që se u andalon rojisin. Prill maj, këto 2 muaj është që rojisin mas shumë, të sidomos në prill, në mes të prillit plas rojitja fuqishëm këtu tek unë. Pastaj muj tjerë nuk kema problem me rojitjen. Vetëm nëse bëjnë zvendësim, se këta e ngatrojnë edhe me zvendësimin e mbretëreshës që mund ta bëjnë. Këto mendojnë se është duke rojit dhe rrin t'ja prish vazhdimisht derisa vjen një moment që bletët e vrasin mbretëreshën edhe mund ta prishësh komplet si blet, si koloni. Shive sa bukur si po ndahen. Po vinë, disa futen atje, disa futen këtu dhe dalin të dyja top. Pastaj pas një 2-3 ditësh unë vazhdoj i spostoj nga pak e largoj këtë bletën më andej se kjo këte është ngjit me bletët e tjera. Vazhdoj e largoj duke i largu edhe i kemi top. Pastaj kur të bëhen si i mbushin, se këto janë me 5 korniza, në moment që i mbushin 5 korniza full, i kalojnë kosheret madhe. Normal ju që s'keni nuk leusa nga këto të vegjit, unë i kam ndërtu vetë. Po në qëse s'keni, mund t'a bësh dhe me kosheret madhe, po çështja është se kosherës do t'ja hapësh derën aty. Jo në mes aty, se po t'ja hapësh mes do shkojnë bletë futen gjithë atje. Qëse keni dy kosheret të mëdhaja dhe do me bë këtë si e kam bën këtu, atëherë do t'ja hapësh derën këtu kosherës madhe. Ups, që kem të e tregu. Do t'ja hapësh derën këtu kosherës. Edhe kosherja tjetër do vjen ngjit edhe kosherës tjetër i bie me pas derën këtu, që t'jetë hyrja afër me njëra tjetrën. Këtu janë pak larg me njëra tjetrën, por këtu s'ka problem hiç. Po nëse ke koshere të mëdhaja, po them, ja hap derën këtu, edhe tjetrës, kosherën tjetër që do ja vendosësh ngjit, ja hap derën këtu. Ato blet do vinë edhe do futen avash avash, pastaj vazhdojnë edhe i largon. Keni mënyra sa dush. Ja, shive sa bukur po shkojnë edhe atje edhe këtu. Këtu kishte më pak blet, edhe e kam lënë pak më këtej, se këtu ishte hyrja ishte për të qenë këtu në mes dy koshereve, ishte hyrja e kosherës madhe, që harrova të hyj direkt live, po u futa pak më mrapa, pasi vazhdova me i nda. Po gjithsesi e keni kap edhe mund t'ua postoj pastaj edhe në video komplet. Do e ruaj këtë live-in edhe t'ua postoj në YouTube ose në Facebook. Shive si ndahen, disa i kena ndej, disa i kena këtej. Këtu pat më pak, këtu po hyjnë më shumë blet. Kështu që ose mund t'i spostoj të dyja pak më poshtë. E shikoni?